Miqtë të dashur të televizionit Alsat, po ritakohemi së bashku me gjurmët për të diskutuar sot për zhvillimet aktuale në qytetin e Tetovës, projekte që po realizohen, sfidat me të cilat përballet qyteti dhe pritshmëritë e qytetarëve për periudhën në vijim. Tetova vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për një sër çështjesh me interes publik, duke filluar nga emërtimi i rrugëve, investimet infrastrukturore, projektet kapitale deri tek problemet e përditshme si trafiku, parkingjet, pastërtia publike dhe mbrojtja e mjedisit. Po ashtu sot do të ndajmë kohën edhe të diskutojmë për politikat dhe projektet e dedikuara për të rinjt, zhvillimin ekonomik lokal dhe prioritetet e ardhshme të administratës komunale për periudhat në vijim. Për të diskutuar për të gjitha këto tema dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të cilat ju interesojnë më së shumti qytetarëve, kemi kënaqësinë që sot në studio të kemi zëvendës kryetarin e komunës së Tetovës, zotria Albi Xhamili. Mirëserdhët në Alsat. Mirëserdhjet, kënaqësi kem këtu. Do ta nisim me një nga temat më të diskutuara, sidomos gjatë periudhave të fundit, do të flasim për riemërtimin e rrugëve, ka afërsisht nëse nuk gabojmë 6 muaj që kur është riformuar grupi i punës, cilat janë pengesat konkrete që kanë bllokuar ndoshta këtë proces dhe çka mund të presim nga ky proces në tërësi? Jo, nuk do kisha thënë se ka pengesa, është e vërtet se komisioni është formuar ka një kohë bile nuk është prej përbërjen aktuale, po edhe përbërja para prake, kemi pat në një komision, tash mandatin e ri, vetëm se formohem atë komision ku unë edhe vetë jam kryetari ati grupit punës, po janë disa çështje që kur bëhen me seriozitet, pastaj edhe zgjidhja është e qëndrueshme, mos të na ndodhë e njëjta situatë si kjo sot. Ju me siguri po ndihni debatin që po ndodh, kemi patur një vendim të Këshillit Komunal të vitit 2007, ku 11 rrugë të Tetovës kanë ndryshuar emrin me vendim të Këshillit Komunal të atëhershëm, por mbas të ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, sheshëve dhe urave, një nen aty thotë se kjo procedurë përfundon deri kur të marrë pëlqimin edhe nga qeveria. Do thotë nuk mjafton vetëm vendimi i Këshillit Komunal. Ky pëlqim në atë kohë në vitin 2007 nuk është marrë, prandaj ai vendim asnjëherë nuk është implementuar. Ne sot kemi shembullin dhe qytetarët këtë vetë dëshmojnë se në dokumentet e tyre personale, po edhe nëse shkojmë në institucionet si kadastra e regjistrit qendror, ato emra nuk ekzistojnë në sistem. Kemi rastin vetë komunës Tetovës ku me vendimin e vitit 2007 Këshillit Komunal ajo rrugë është riemërtuar në Dervish Cara, ndërsa në dokumentet e regjistrit qendror në gjendjen aktuale, siç i thonë edhe ngjoll maqedonese Tekovna Sostojba, ajo qëndron rruga JNA, apo e ke bulevardin Iliria për shembull ku në gjitha dokumentet qëndron bulevardi Marshall Tito. Prandaj e kemi marrë këtë punë e kemi marrë me seriozitet më të lartë. Kemi kërkuar propozime nga gjithë qytetarët. Qytetarët e dinë se para zgjedhjeve të fundit ne kemi hapur një platformë ku gjithë qytetarët edhe për online, po edhe nëpërmjet arhivit komunës kanë dorëzuar propozimet e tyre për emrat e ri të rrugëve të Tetovës dhe aty kanë arritur mbi 1000 propozime, po kur i kemi marrë dhe i kemi shqirtuar, natyrisht ju e dini se ka pat për shembull një propozim që mund të ketë qenë i duplifikuar. Për shembull një rast është që një propozim i vetëm ka qenë mbi 300 herë i propozuar për një emër të caktuar dhe kemi punuar këto lista dhe kemi mbajtur mbledhjen e parë të komisionit ku kemi vendosur që edhe një herë të shqirtohet e gjithë lista dhe së shpejti do të thirrim edhe mbledhjen tjetër të komisionit ku së pari do të miratojmë listën përfundimtare të propozimeve dhe pas asaj do të shkojmë me hapa konkret. Hapa të cilët do diskutojmë normalisht me qytetarët në debat publik ku do të vendosim edhe për rrugët konkrete. Për rrugët fillimisht prioritet kemi rrugët që nuk kanë fare emra, sepse në Tetovë kemi shumë rrugë që nuk kanë fare emri, kemi edhe shumë rrugë që kanë vetëm me numra. Prioritet do t'i kemi këto që t'i emërtojmë dhe pastaj natyrisht se një vendim të fundit do t'a lëshojmë në Këshillin Komunal, pas miratimit të së cilës propozimi do të shkojë edhe në qeveri ku të marrim pëlqimin dhe një herë për gjithmonë të kemi një zgjidhje përfundimtare të qëndrueshme ligjore, që mos hasim në problemet e këtilla si sot që gjykata kushtetuese
në skenar me partitë opozitare, po shfuqizon një vendim i cili në fakt nuk ka qenë asnjëherë i fuqizuar, se nuk ka marrë pëlqimin, nuk ka plotësuar ato kriteret ligjore që të implementohet, sepse ai vendim thash nuk ka kaluar në qeverinë e atëhershme. Pra këto janë procese që lini të nënkuptohet që këto janë procese jo të përmbyllura siç duhet nga qeveria e kaluar. Po dhe prandaj ne po punojmë pak me delikatesë në këtë aspekt që kur ta kemi zgjidhjen, ta kemi siç duhet. Mos lëm punë gjismake siç i kanë lënë ato më herët se ne. Ju e keni shembullin edhe të ligjit për përfaqësim drejtë dhe adekuate edhe tjerat që mos him në ato çështje, që po i punojmë më ngadalë, por po i bëjmë me zgjidhje ligjore dhe me mbrojtje juridike. Një temë po ashtu shumë e diskutuar në opinionin publik edhe dua që ta ndarim me ne, a ka ndoshta mungesë konsensusi mes partnerëve të koalicionit dhe këshilltarëve për këto emra të rinj? Apo është e gjithë? Jo, po ne nuk kemi ardhur ende në fazën ku për shembull rrugës së caktuar ti vendoset emri i caktuar. Ne ende jemi në fazën e listës propozimeve. Aty kanë mundur gjithë qytetarët dhe ne nuk kemi ndaluar askënd të mos propozojë emra. Kur do vim tek ajo fazë, unë besoj se do të arrijmë një konsenzus edhe mes këshilltarëve edhe të opozitës, edhe të pozitës, edhe këshilltarëve maqedonas, edhe shqiptar, sepse ato emra normalisht do të pasqyrojnë realitetin shoqëror qytetar të Tetovës. Do të pasqyrojnë realitetin kulturor, realitetin qytetar, realitetin kombëtar, padyshim. Dhe besoj se do të arrijmë një gjuhë të përbashkët që përfundimisht rrugët e Tetovës të kenë emra të ri. Kur do të shohin qytetarët një listë zyrtare të këtyre emrave? Pritet që një kohë të gjatë? Kur mendoni që do të jetë afati më i Unë sot e thash edhe në deklarat, nuk mund të jap një afat caktuar, se përsëri kthehem tek ajo se është një proces delikat, të cilin po e punojmë me shumë kujdes. Po ajo që mund të garantoj është se brenda aktivitit ne do të kemi të përmbyllur si proces nga ana e komunës Tetovës, pastaj normalisht ajo listë do t'i dërgohet edhe qeverisë. E përmendët edhe paraprakisht vendimin e gjykatës kushtetuese gjatë vitit 2007 për emërtimin e emrave. A rrezikon që procesi i ri të përballet ndoshta me problemet e vjetra ligjore, apo ndoshta këtu e keni edhe rëndësinë më të madhe dhe kujdesin më të madh? Përsëri kthehemi tek ajo se për të mos ardhur deri në atë situatë që të përballemi me kontestime nga gjykata kushtetuese, po e punojmë me kujdes që mos kemi, si them, përplasje ligjore. Padyshim se ne kur pas miratimin në Këshillin Komunal do ta dërgojmë në qeveri dhe nëse qeveria jep pëlqim, që besoj se do jap, se kemi një lloj konsenzusi paraprak, një lloj marrëveshje parimore që edhe qeveria t'i pranoj këto emra, nuk besoj se do hasemi në si lloj kontestime, sepse ajo që ka kontestuar këtë vendim 2007-ës, gjykata kushtetuese, është vetë mosmarrja e pëlqimit nga qeveria dhe unë nuk besoj se ne do të përballemi me këtë situatë. Me të njëjtat probleme. Dua që të përmbledhim shumë çështje sot në këtë emision, që qytetarët i kenë një pasqyrë të përgjithshme me atë që po ndodh aktualisht në Tetovë dhe projektet të cilat do të realizohen në vazhdimsi. Do të ndalemi pak edhe tek projektet infrastrukturore, një pjesë shumë e rëndësishme, shumë e përmendur, qysh në fushatën zgjedhore, po besoj edhe vazhdon edhe tani. Cilat projekte infrastrukturore janë realizuar deri më tani gjatë mandatit aktual, që janë me rëndësi të veçantë për qytetin e Tetovës dhe jo vetëm? Tash, nëse marrim ti numërojmë gjitha projektet infrastrukturore që janë bërë në Tetovë qysh me ardhjen tonë vitin 2021, besoj se nuk na dali tër emisioni, pasi që qytetarët e dinë se në Tetovë së pari nuk ka mbet rrugë pa asfaltu, nuk ka mbet rrugë që ka gjendje të keqe. Edhe ata që kanë mbet, jemi duke rregullu infrastrukturën nën-toksore përcjellse, që edhe ata më pas t'i rregullojmë dhe t'i asfaltojmë. Natyrisht se një ndër projektet më të mëdha infrastrukturore është ndërtimi i stadiumit Tetovës, që po punohet me një intensitet të lartë dhe besoj se në fund të vitit 2027 Tetova do të ketë stadium me standarde europiane, me standarde ashtu si që kërkon edhe FIFA dhe UEFA, dhe përfundimisht klubi jon i zemrës, klubi i tetovarëve Shkëndia, do të luaj në stadiumin e Tetovës. Në Tetovë po ndërtohen 2 shkolla të mesme, një herazi, po ndërtohen pishina
të mbillura për nxënësit e shumë projekte tjera infrastrukturore për të cilët po punojmë çdo ditë, po punojmë me intensitet të lartë që të jemi në shërbim të qytetarëve të Tetëvbardhë. Sa është realizimi i investimeve kapitale në Tetovë në vitin 2025-2026 tani aktualisht që i kemi më së shumte? Po, unë se di sa e dini një fakt, ne kemi realizuar më shumë projekte edhe që kemi pat në programin kur kemi dalë Më shumë sa që keni premtuar. po kemi realizuar më shumë edhe sa e kemi pat në buxhet. Nëse do të thoni ju si, ne kemi arritur të gjejmë forma edhe me donacione të ndryshme, pasi që donacioni vjen atëherë kur qytetari ose biznesmeni i caktuar ndjehet i sigurt në udhëhecin komunale. Nuk mund tash sipërmarrësit të kenë shkuar te tarifi dhe të bëjnë donacion se ne e dim të kaluarën e saj. Siguria jonë gjatë udhëheqjes së komunës së Tetovës për kushtimin ndaj qytetarëve ka bërë që sipërmarrësit të fitojnë një besim të madh që të realizojnë dhe të kryejnë edhe donacione komunale të Tetovës, prandaj ne kemi realizuar investime dhe projekte kapitale më shumë edhe se që kemi premtuar, edhe se që e kemi në buxhet. Keni rastin për shembull të objektit komunës së Tetovës, objekti i komunës së Tetovës po ndërtohet i tëri me donacion, kemi rastin e rrugës 7 km që lidh fshatin Sec me fshatin Vis, që është e bërë e tëra me donacion diku mbi 1 milion euro, dhe këtë qytetarët e dinë mirë. Po ne vazhdojmë të punojmë me të njëjtin ritëm për Tetovën, bile edhe me një ritëm më të lartë, pasi ju e dini se mandatin e parë ne po e Tetovën, komunën e Tetovës, administratën komunale, po e futnim binar nga ato pasoje që e kishin lënë udhëheqësit e kaluara. Ndërsa me vetë motën dhe sloganin që dolëm zgjedhjet për mandatin e dytë, t'i hapim hovë zhvillimit, t'i hapim kapitullin e dytë Tetovës, ishtë kjo simbolik se në mandatin e parë më shumë jemi marrë që t'a bim në mend komunën e Tetovës, ndërsa tash i kemi duart më të lira. Nuk kemi aq pengesa sa kemi patur mandatin e parë, pasi që e keni parasysh mandati e parë kemi pat edhe lloj obstruksione edhe nga pushteti i atëhershëm, tash kemi edhe pushtetin qendror dhe qeveria po na përkra fuqishëm në projektet e komunës së Tetovës, në thirrjet që u bën nga ndarja e mjeteve nga Kredia Hungareze, komuna e Tetovës fitoi shumë projekte, diku te 13 milion euro, dhe tani edhe me përkrajen e qeverisë po punojmë dhe po bëjmë shumë investime përveç, do të thotë, edhe ata projekte që i bëjmë me mjetët vetanake të komunës Tetovës. Pra, nëse mandatin e kaluar ishte ajo faza fillestare ku duhet që juve të akomodoheni njëherë me komunën, këtë mandat thoni që keni gjithçka në kontroll dhe gjithçka bëhet, punohet në mënyrë nuk mund të themi se prap gjithçka e ke në kontroll, se sa borxhet që i kalon në udhëheqësia paraprake ne ende nuk mund t'i paguajmë, po kemi një lloj, punojmë me më shumë duart lira, sepse të paktën nuk kemi obstruksione nga pushteti qendror. Problemet e atilla, si xhirollogaria e bllokuar, përmbaruesit, borxhin e kemi ende, po tash e kemi më lehtë se kemi përkrajen edhe të pushtetit qendror. Natyrisht, do të thotë, derisa e bëm edhe administratën funksionale, sepse ju e dini, gjysma e administratës komunës e Tetovës s'ka ardhur fare në punë dhe kanë marrë paga. Sot nuk ekziston një i vetëm që mund të marrë paga dhe mos të vinë në punë. Të gjithë ata që nuk kanë ardhur në vendin e punës, ose tash janë në vendin e punës, ose ata që s'kanë ardhur nuk janë më dhe nuk marrin paga nga komuna e Tetovës. Kemi akoma dhe shumë për të diskutuar, por do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio, vazhdojmë të diskutojmë për çështjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me komunën e Tetovës, ndërsa tani do të ndalemi pak tek rruga Tetov-Prizren, që vazhdon të prezantohet si një ndër projektet më strategjike për rajonin. Projekti ndodhet në faza projektimi, nëse nuk gabohem. Çfarë roli ka komuna e Tetovës në shtyrjen përpara të këtij projekti shumë të rëndësishëm dhe strategjik? Atëherë komuna e Tetovës jo vetëm se ka një rol nxitës dhe shtytës për rrugën Tetov-Prizren, po komuna e Tetovës ka ndërmarrë edhe hapa konkret nga ana e saj. Për shembull, komuna e Tetovës ka marrë përsi për hapjen e gjithë trasës deri tek tuneli
dhe shumë shpejt do të fillojnë edhe punimet, ku mbi fshatin Shipkovic do të hapet e tërë trasa e rrugës, ku do t'jetë edhe rruga Tetov-Prizren deri në tunel, sa i përket rrugës në tërësi. Procesi është para hapjes së tenderimit për projektin e tunelit dhe besojmë se me pushtetin qendror, me përkrahje dhe mbështetje të pushtetit qendror, rruga Tetov-Prizren më në fund do të bëhet realitet, pasi e dini se edhe në pjesën e Kosovës është duke u punuar intensivisht. Edhe tek ne do të fillojnë punimet e trasës, do të hapet tenderimi për projektimin e tunelit dhe atë ëndër, do të thoja, shekullore të shqiptarëve për të hapur rruga Tetov-Prizren më në fund do të jetë realitet, ashtu siç këto ditë do të fillojnë punimet edhe të rrugës Shkup-Llac. A ka fate konkrete për fillimin e punimeve në territorin e Maqedonisë së Veriut? Për hapjen e trasës unë mund garantoj se brenda këtij muaji do të fillojnë punimet, ndërsa për hapjen e tenderimit, vlera diku te 2 milion euro është për projektimin e tunelit, nuk e di ku kanë bërë procedurat, pasi e dini këtë aspektin burokratik, por e di se janë para hapjes këtij prokurimi publik. Pra pritet së shpejti, besoj. Si do të ndikon kjo rrugë, se përmendet vazhdimisht që është një pikë shumë strategjike për Tetovën, si do të ndikon në ekonominë dhe turizmin e Tetovës? Unë këtu do të parafrazoja kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, ku thotë se Tetova dhe Prizreni në qiell kanë qenë një qytet, në tokë Mali Shari kanë ndarë 2 qytete, Tetovën dhe Prizrenin, dhe padyshim se kur marrim deri në Prizren të bëjmë gjitha rrugë mbi 2 orë, ndërsa në vija erore kujtojmë se kemi aq afër, padyshim se do të forcohen lidhjet e ngushta mes neve dhe mes tetovarëve dhe mes qytetarëve të Prizrenit, pasi që me përfundimin e kësaj rruge pritet diku te 40 minuta të jetë rruga nga Tetova në Prizren. Padyshim presim që edhe qytetarët e Kosovës dhe të Prizrenit të frekuentojnë më shumë Tetovën, po edhe anasjelltas, dhe kjo do ta rrisë zhvillimin ekonomik lokal në komunën e Tetovës, po edhe zhvillimin kulturor e kështu me radhë. Kemi parë që zakonisht kur premtohen të tilla projekte që janë shumë pika strategjike dhe shumë të rëndësishme për qytetarët dhe për vendin tonë, vonohen shumë. Sa rrezikon që ky projekt, për këtë projekt jetë rasti njëjtë siç ka ndodhur në shumë projekte të kaluara që ndoshta kanë qenë të premtuara prej vitesh, po akoma sot nuk i kemi të realizuara? Jo, të paktën këtë dyshim tek udhëheqësia jonë Tetov, veçanërisht e Bilal Kasami, duhet ta heqin qytetarët, sepse e dinë se atë që kemi premtuar e kemi realizuar, bile edhe siç thash më herët, se kemi realizuar më shumë se që kemi premtuar, dhe tash kemi hapa konkret. Janë ndarë mjetët për hapjen e trasës, do të fillojnë punimet. Janë ndarë mjetët për projektimin e tunelit dhe do të hapet tenderi, dhe këtu më veç kemi hyrë në hapa konkret. Nuk jemi si udhëheqësitë e kaluara, të cilët vazhdimisht trumbetonin, bënin demagogjik se do bëjnë diçka dhe kur nuk e bën. Kemi rastin e rrugës Shkup-Llac, ku 20 vite qeverisjes tyre kanë patë si prioritet dhe asnjëherë s'e bën. U duhet të vi vleni dhe të fillojnë punimet, dhe këto ditë së shpejti do të fillojnë punimet dhe do të hidhet gurthemeli i asaj autostrade. E kam shumë të rëndësishme të t'i rikthehem prapa asaj periudhës parazgjedhore, se jemi marrë shumë gjatë me atë periudhë dhe kemi marrë shumë informacione, shumë programe politike. Janë përmendur vazhdimisht të rinjt, projekte për të rinjt, që t'i mbajmë ata më aktiv, t'i mbajmë në vendet tona, të mos i lëmë të largohen, cilat janë ndoshta projektet më të rëndësishme që komuna ka realizuar deri tani për të rinjt, edhe çka pritet në vazhdimsi, çfarë projekte do të realizohen për ta? Shif, se sa i përkra komuna e Tetovës dhe udhëheqësia aktuale të rit, tregon vetë fakti se unë jam sot këtu si zëvendës kryetari i komunës së Tetovës dhe si këshilltar. Do të thotë të rit gjithmonë kanë qenë prioritet i komunës së Tetovës, dhe kjo tregon edhe në veprat tona. Sot ne përfundimisht në komunën e Tetovës, e para komunë në historinë e këtij shteti, që po institucionalizon dhe e ka formalizuar një qendër kulturore për të ri. Sot në Tetov ne kemi institucion publik në kuadër të komunës që quhet Qendra për të ri dhe kulturë. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe, sepse të rit tetovare kanë adresën e tyre, ku mund të zhvillojnë shumë aktivitete të tyre, mund të zhvillojnë shumë trajnime, debate,
edhe shumë çështje tjera kulturore, arsimore, sportive, dhe pikërisht kjo qendër, ky institucion po merret tani intensivisht edhe me organizimin e verës kulturore, verës tetovare, një organizim i mrekullueshëm, një organizim i madh që nuk do të ketë vetëm sëri koncertesh, po do të ketë aktivitete të ndryshme si nga ato kulturore, sportive, arsimore, mbrëmje poetike, teatr e kështu me radhë. Sa fonde janë ndarë nga buxheti për pikërisht të qendra, për sportin, që është shumë i rëndësishëm në Tetove dhe për aktivitetet të tjera kulturore? Po tash ne në seancën e fundit Këshillit Komunal votuam edhe propozim planin financiar të qendrës për të ri. Aty dikund ishin mbi 300.000 euro buxhet që e votuam në seancë, mos më kapni për fjalë se fiks nuk e di, po atë që e di është se ne vazhdimisht e përkrahim rinin dhe tash Qendra për të ri dhe kulturë është institucion në vete ku edhe do të gjeneroj të ardhura nga burime të ndryshme dhe komuna do t'i ri përkrah kur do që e lip nevoja duke subvencionuar. Përkrah asaj që është edhe më liq që 1% e buxhetit të dedikohet për të rit, përkrah asaj ne kemi bërë edhe shumë më shumë duke i përkrahur të rit, sa i përket aktiviteteve sportive, përkrahjes së sportit, po tregon edhe vetë ndërtimi i stadiumit, po tregon vetë ndërtimi i 2 tereneve sportive që po i ndërtojmë tek qendra sportive, po ndërtojmë 2 pishina në qytet, një pishinë veç se më është në përdorim, dhe çdo ditë po punojmë për mundësi të reja, për investime të reja, edhe për krah bllokimeve, borxhit të trashëguar e shumë problemeve të këtilla. Një gjë që zakonisht më ka lënë shumë bresa dhe përshtypje shumë të mirë nëse shoh rinin në Kosovë krahasuar me rinin në Maqedoni është se janë shumë të motivuar për të formuar biznese të reja, për start-upe, për inovacione. Sa ju jepet hapësirë, ose ndoshta sa planifikohet u jepet hapësirë rinis për të tilla projekte të rëndësishme që njëkohësisht do të përfitonte edhe komuna nga të ardhurat që do të gjeneroheshin nga këto biznese të reja? Po tash në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës, ju e dini se javën tjetër do të filloj edhe në funksion plani operativ i cili u miratua pak ditë më parë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku çdo i ri ndër 29 vjet do të jetë i përkrahur me një shumë 10.000 euro për të hapur biznes të ri, dhe natyrisht se kjo është bërë në bashkëpunim të ngushtë me komunën e Tetovës, ku e dim se vetë ministri është edhe ish kryetari i Këshillit të Tetovës dhe është një ndër krahët më të fuqishëm të kryetarit Bilal Kasami, po edhe si komunë ne i kemi përkrahur vazhdimisht bizneset, kemi përkrahur vazhdimisht këto iniciativa duke i subvencionuar, duke i mbështetur me një shumë rinin. Nëse duam të fillojmë nga më të rit, ja e keni rastin sot është hapur aplikimi për vaucher nga 100 euro për secilin fillorist që regjistrohet në klasën e parë. Kështu lloj grantësh, kështu lloj mbështetjesh kemi edhe për bizneset e reja, kemi edhe për të rinj që hapin biznese, zhvillojnë biznese. Së shpejti kemi edhe një plan që të lirojmë nga tatimi komunal të gjithë të rinjt dhe veçanërisht ata që kthehen nga diaspora, nga Mërgata për të investuar në Tetovë, po e dini se në këtë aspekt më shumë kompetencat janë të bartura tek pushteti qendror, gjithsesi tek ministritë përkatëse, po ne do kemi aty për t'i përkrahur çdo herë këto ide. Çfarë po bën Tetova për të parandaluar ndoshta ikjen e rinis në diasporë, se kemi parë që një pjesë masovike e qytetarëve të Tetovës ose të këtyre rajoneve lënë këto qytete për të shkuar për një jetë më të mirë jashtë vendit? Thash, kjo është më shumë kompetence pushtetit qendror dhe ministrive përkatëse, ku ne i shohim rezultatet. Do të thotë vetë këto grantët, planin operativ që i përmenda është një mas parandaluese dhe unë kam raste konkrete të cilët kjo mas i kam mbajtur këtu në vendit e tyre, pasi që janë bashkuar 2 shok, 2 të rinj dhe kanë aplikuar për planin operativ dhe kanë përfituar nga 10.000 euro, gjithse 20.000 euro për të hapur një biznes të ri, një sipërmarrje të vetë, dhe kjo i kanë ndihmuar
shumë që ata mos mendojnë ikjen nga ky vend. Si komunë e Tetovës, me aq sa kemi mundësi ne kontribojmë çdo ditë në këtë aspekt, po vetë fakti i investimeve tona, i përmirësimit të infrastrukturës është se po bëjmë një jetë më të mirë për të rinjtë tanë, që ata mos ikin nga këto, se kontributi më i madh në këtë drejtim se sa t'ja përmirësosh infrastrukturën, kushtet më të mira se ata nuk ka. Vetë ndërtimi i tereneve sportive, i ndërtimi i stadiumit, ndërtimi i rrugëve të reja, infrastrukturës, ndërtimi i pishinave, kjo tregon se ne në Tetovë po mundsojmë të rive, po mundsojmë qytetarëve një jetë më cilësore që ata të largojnë mendjen nga ikja në vendet perëndimore. Me që jemi të mërgata, duhet të ndalim edhe pak, se kemi edhe sezonën, tani presim edhe mërgjimtarët të vinë në vendet tona, ta gjallërojmë pak vendin, si që temë zakonisht. Megjithatë janë një faktor shumë i rëndësishëm edhe për zhvillimin ekonomik, nuk dyshoj në vend. Sa ka investime pikërisht prej mërgatës që investojnë në komunën e Tetovës, apo ndoshta hapin biznese që sjellin buxhet? Interesimi është i madh, pasi që kthehem tek ajo që thash edhe më parë, se tani ekziston besimi. Më përpara nuk ka pat besim te udhëheqësia dhe askush nuk ka ardhur, edhe ata që kanë ardhur e kanë provuar, janë zhgënjur dhe kanë dalë me një indinjat, janë larguar. Tani kemi shumë të interesuar, së shpejti do të kemi edhe një lajm bombastik që detajet nuk mund sot këtu t'i shpalos në emision, por do kemi një biznesmen nga diaspora që do të investojnë në një çështje shumë delikate, shumë të prekshme në Tetovë, gjithsesi për një shtëpi të pleqjve për të moshuarit. Po jemi duke punu në atë drejtim, kemi edhe shumë investitorë tjerë që kanë ardhur, kanë investuar në biznese të mesme, po për mërgatën tonë, për diasporën, ne kemi bërë edhe plane tjera. Do të thotë jemi duke hartuar një plan që secili nga që vinë të investojnë nga mërgata, nga diaspora, të kontribojnë në Tetovë, ta lirojmë nga tatimi komunal, nga tatimet e ndryshme që i përkasin natyrisht komunës së Tetovës, sepse e gjithë tjetra ka të bëjë me drejtorinë e të ardhurave publike dhe me nivelin qendror të qeverisjes. Vetë organizimin e verës kulturore ne e bëjmë pikërisht për mërgjimtarët dhe ju e dini se moton dhe sloganin e këtij organizimi e kemi festojmë në vendlindje, sepse ky organizim pikërisht bëhet për mërgjimtarët, për diasporën, dhe ashtu siç viteve tjera edhe si vjet ky program do të jetë i mbushur me risi, do të jetë i mbushur me argëtim, duke filluar nga koncertet me emra të mëdhenj të estradës muzikore të vendeve shqiptare nga Kosova dhe Shqipëria, po edhe normalisht duke ruajtur atë pjesë tradicionale, folklorike, kulturore, me organizime të shumta nga shoqëritë kulturore, artistike nga vendi dhe natyrisht edhe nga Kosova dhe Shqipëria. Pra Tetova e pret mërgatën këtë verë me, si besoj edhe verat e kaluara, me shumë aktivitete kulturore, me muzikë. Me moton festojmë në vendlindje. Festojmë në vendlindje, me infrastrukturë të re, me rrugë të reja. Shpresojmë që edhe me rrugë të emërtuara tashmë, edhe pak të vinë me epiden që... Besoj se kur do vinë pushimet e radhës në dimër, do vinë edhe me emër të re. Njerë duhet t'i ndërtojmë dhe t'i rregullojmë rrugët, po pastaj natyrisht se duhet edhe t'i emërtojmë. Do të shkëputemi edhe njerë për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi më pas në pjesën tonë të fundit. Qëndroni me ne. U rikthyem përsëri në studio, na ka mbetur edhe disa minuta për të diskutuar edhe për disa çështje shumë të rëndësishme me interes shumë të madh për qytetarët e Tetovës, por pse jo edhe për qytetarët e vendeve të tjera që e vizitojnë dhe frekuentojnë Tetovën. Vazhdojnë ankesat për trafikun edhe mungesën e parkingjeve në Tetovë. Pse ndodh kjo problematika akoma? Po, unë tash këtu nuk dua t'u hudh fajin qytetarëve, po ne e dim një fakt se komuna e Tetovës, në fakt Tetova si qytet, përveç komunës së Tetovës, ngërthen vete edhe komunat rurale përreth Tetovës që janë të gjithë për shërbime administrative, për shërbime të tyre publike e frekuentojnë Tetovën, duke shtuar edhe pjesën kur vinë edhe mërgjimtarët, pasi që kemi një numër të madh mërgjimtarësh dhe është e vërtet se krijohet një kaos në komunikacion.
po edhe një stërmbushje e vendeve të parkingjeve. Kemi punuar në këtë drejtim. Qysh nga ardhja e jonë në krye të komunës së Tetovës, vendet e parkingut janë dyfishuar. Tani presim përfundimisht edhe raportin përfundimtar të Institutit INSI nga Kosova, që ka bërë një studim fizibiliteti, studim mobiliteti, më falni, nga Tetova, dhe nga ai studim, nga ai raport do të kemi në mënyrë të detajuar raportin dhe do të na tregoj, do të ketë si një lloj legjende e cila do të na tregoj se në cilin vend në Tetovë duhen parkingje me kate, në cilin vend në Tetovë do të duhen parkingje non-toksore, në cilin vend në Tetovë do të duhen parkingje zonale, dhe besoj se kjo do të jetë një përmirësim i dukshëm në lehtësimin e kaosit në komunikacion. Gjithashtu sa i përket kësaj çështje, ne kemi bërë edhe transportin publik falas, që qytetarët më shumë ta frekuentojnë. Për gjithë qytetarët që kanë kryer shërbimet komunale, transporti publik është falas, dhe kjo do të përmirësoj dukshëm këtë sferë. Në malsinë e Tetovës, para një jave promovuam edhe atje transportin, për herë të parë të thotë Tetova edhe në malsi ka transport publik, dhe mendoj se kjo do ta përmirësoj kaosin në komunikacion, do ta përmirësoj atë mbingarkesë të veturave dhe të automjeteve që dalin në qytet, pasi që e dim se Tetova me populatë shumë e madhe, ndërsa me territor nuk është aq, duke marrë parasysh edhe faktin kur Mërgata jonë është këtu. Qytetarët ankohen ende për vonesa në procedurat administrative komunale. Çka do të bëhet në këtë drejtim? Kemi punuar edhe në këtë drejtim. Tash, kur them kemi punuar edhe në këtë drejtim, po e them me qëllim që të demantoj ato propagandat që thonë se Bilal Kasami ose komuna e Tetovës ka shtruar vetëm asfalt. Nuk është e vërtet. Ashtu siç jam duke i përmend, kemi punuar dhe intensivisht në gjitha fushat, në gjitha sferat. Në këtë që po thoni ju, ne kemi formuar një institucion apo një ndërmarrje teknik që merret veçanërisht në mënyrë eksplicite vetëm me digitalizimin e komunës dhe shërbimeve komunale në komunën e Tetovës. Sot ne kemi aplikacionin që secili mund ta marrë në celularët e tyre, që prej aty mund të shoh edhe vendet e lira të parkingut, mund të paguaj parkingun, mund të paguaj tatimet, mund të paguaj faturat e ujit, faturat e mbeturinave, e shumë shërbime tjera. Jemi duke punuar edhe më shumë që gjitha shërbimet komunale të jenë të digitalizuara, prandaj më qytetarët nuk do të duhen që të vinë në për sportele të presin radhë dhe të kemë vonesa në procedurat administrative. Kam edhe një pyetje të fundit lidhur me një çështje mjedisore pak më shumë, sa dhe kjo ju intereson shumë qytetarëve, për shkak se Tetova vazhdimisht raditet është në krye të listës për qytetet më të ndotura në botë, ta them kështu. A ka një plan konkret lidhur me këtë çështje? Pikërisht, edhe në këtë drejtim kemi punuar, kemi shtruar vetë asfalt. Së shpejti ne do të futim në procedurë në seancën e Këshillit, formimin e sektorit. Për herë të parë komuna e Tetovës do të ketë sektor për mbrojtje të mjedisit. Pavarësisht se kompetencat në këtë drejtim më shumë janë tek Ministria e Ekologjisë, Ambienti qetësor në nivel qendror, po ne duam natyrisht ta japim edhe kontributin tonë si pushtet lokal, dhe prandaj ne kemi gati gjithë analizën funksionale, dhe mbas kësaj analize funksionale do të formojmë edhe sektorin për ambientin qetësor dhe mbrojtjen e mjedisit. Kemi një lloj strategjie afatgjate se si të parandalojmë këtë, normalisht në bashkëpunim me Ministrinë e Ambientit qetësor, duke marrë disa masa me Inspektoratin Komunal në lidhje me djegjen e gjërave ndryshme, ngrohjen në stinën e dimrit e kështu me radhë, po pas formimit të këtij sektori ne do t'i kemi shumë gjëra më të qarta, dhe ky sektor do të merret ekskluzivisht me këtë punë. Zotëri Xhamili, faleminderit shumë që ishit sot prezent për t'i dhënë të gjitha këto informacionet për qytetarët dhe të gjitha përgjigjet, besoj që ju kanë interesuar më së shumti atyre. Faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju, nder dhe kënaqësi që kem këtu në televizionin Alsat. Faleminderit. Shikues të nderuar, me kaq e përmbyllim edhe këtë emision. Faleminderit shumë që qëndruat me ne. Deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbëjtje.